Kritika adresohen edhe ndaj opozitës. Një qeveri arrogante, me një qeveri e cila ka Shkoti kush i vjen spital thotë i poshtë 3 mjesë ne. Nuk e don as partia e vet. Në na çdin komarana ajo punë e modha. Me kanë Abdullah Hoxhin në një parti të udhëhequr nga primera Mirë të gazetës i Vogos dhe televizionit Dugagjini. Por i kthehemi me podcastin e javës. Në një kohë kur zhvillimet e teknologjisë dhe përdorimi masiv i rrjeteve sociale po e bëjnë gjithnjë e më të ndërlikuar. Mbrojtjen e privatësisë, çështjet e dhëna personale është kthyer në një sfidë madje shumë serioze për qytetarët e Kosovës, por edhe për institucionet që duhet ta trajtojnë këtë fenomen. Publikimet online dhe mungesa e ndërgjegjësimit kanë ngritur shqetësimet e mëdha mbi sigurinë e informacioneve personale, e cenimin e privatësisë së qytetarëve. Privatësinë të cilën e kanë të garantuar secili qytetar me kushtetutë. Ajo që sot është ekspozuar gjithandej në rrjetet sociale, e cila është kthyer në një armë me cilën sot edhe mund të shantazhohet, edhe mund të kërcënohet, edhe mund të keqpërdoret në lloj-lloj formash të ndryshme nga njerëz ose nga ata që e shohin si mënyrë të përfitimit. Për të diskutuar sfidat, mënyrën se si po trajtohet shkeljet e privatësisë dhe rolin e institucioneve publike në mbrojtjen e dhënave personale, sot kam të ftuar në podcast krenare Sugojeva Dermakon, komisionerin e Agjencisë për Informim dhe Privatësi. Personin më kompetent për të folur për këto tema. Krenare, mirë se erdhe. Faleminderit shumë, mirë se u gjeta. Nashta ma lejon se unë kam pak siklet kështu me këto pozita zyrtare me këtu. Po flasëm si miq, edhe për trajtojna për nivelet ose për shtresat, për gjitha shtresat e shoqënisë se ku po qëndrojmë në këto fenomene të cilat jo në Kosovë, po tashmë janë globale, por na do të fokusohemi këtu. A është e rrezikune privatësia e qytetarëve? A ka mekanizma edhe si duhet të mbrohen në radhë të parë vetë qytetarët për këtyre shkeljeve, mandej edhe përgjegjësia e zinxhireve tjera që përfshin mediat, shoqëria civile që duhet me punë këtë aspekt, institucionet e deri te institucionet që drejtani. Faleminderit edhe një herë, Shkëlzan. Në fakt ne kemi nisë fushatën si vjet për ta shënuar ditën ndërkombëtare të mbrojtjes së dhënave personale, që është data 28 janar, me moton privatësia nis nga ju. Okej, super. Pra, secili qytetar duhet ta kuptojë se e drejta privatësisë është një drejtë që na takon secilit. E mbrojtur me kushtetutë, me konventa ndërkombëtare, por për ta mbrojtur atë duhet të fillojmë nga vetë ne. Okay. Sa më shumë që ne publikojmë, sa më shumë që ne japim informacione rreth vetes tonë, qoftë shen përmes këtyre të dhënave që janë të drejtë për drejta, të nis prej emrit ton mbi emrit, numrit letër njoftimit apo edhe datës lindjes, vendit lindjes, që ne jemi të obliguar të japim shumicën e vendeve për të marrë shërbimet dhe të jetojmë në sistemin që jetojmë. Ka shumë të dhëna të tjera të thërta që i një ligji, e që nëse ato merren me shumicë, nëse ato jipen dhe ofrohen do kudo, ato edhe çojnë deri te profilizimi i vetes tonë. Që do të thotë se ne fillimisht duhet të jemi të edukuar dhe të dimë se si dhe kujt po ja japim dhënat tona personale. Tani, në Kosovë ekziston Agjencia për Informim e Privatësi, e cila tashmë 5 vjet po bëhen që është operacionale dhe në vazhdimsi bëjmë thirrje dhe fushata për ta ndryshuar këtë mendësinë qytetare që fillimisht për atë që e kemi të përditshmën tonë, e që është shumë e shprehur përdorimi i rrjeteve sociale, na e bëjmë edhe bëjmë forma se si ndihemi, edhe kur të dëshirojmë, pa e ditë se çfarë pasoja mund të ketë kjo. Cilat janë shkeljet më të shpeshta ose a janë identifiku, si me thonë, ç'është duhet me miu qas këtij fenomeni. Nëse, pajtohemi të gjithë në mënyrë të pakontrolluar për shkak të interesave tona, për shkak të kësaj trendit global, secili prej neve me vetë dëshirë pranojmë ja delegojmë dhënat tona, e kanë herë
edhe nëpër do adresa ose platforma që keq përdorin deri te zonat më private, ndoshta shumë prej tyre edhe numrin personal. Nëse nuk përveç edukimit të shoqërisë, cilat janë mekanizma të tjerë që duhet na me identifiku me thonë, çto janë problemet reale, që kjo duhet të jetë qasja dhe që kjo duhet të jetë mekanizmi i cili duhet të bëjë diçka që të ndajmë. Tani me dalë te pjesa e tjetër për shkeljet më drastike që tani janë në pasojë për qytetarët. Po, fillimisht është ndërgjegjësimi qytetar. Ajo që ne duhet ta dimë se kemi të drejtë ta mbrojmë privatësinë tonë. Edhe të kujdesemi se ku po japim të dhënat, kërkojmë llogari nga të gjithë ata kontrollues. Kontrollues në kuptimin e ligjit janë të gjithë ato institucione publike, private, po edhe persona fizikë të cilët mbledhin për qëllime të caktuara të dhënat tona, por të kryejnë një shërbim që neve na duhet, por ajo që ne duhet të dimë është që sa herë që na kërkohet ne duhet edhe të kërkojmë nga vetaj kontrollues se cili është qëllimi i marrjes aty në dhënave e para. Nëse na hym në internet dhe kërkojmë ose kryejmë shërbime në internet, japim për shembull llogarinë bankare për një blerje online, atë ne duhet paraprakisht të sigurojmë se kush është operatori mbrapa, kush është biznesi mbrapa, që po na i lyp ato dhëna dhe po na i merr ato dhëna. Ato dhëna ne kemi pas ankesa të llojeve të tilla, që qytetarët kanë rënë prej e shumë shërbimeve online që kanë qenë mashtrime, ku kanë bërë blerje të produkteve të ndryshme dhe pastaj ka dalë që janë vjedh llogaritë bankare dhe të njëjtat pastaj janë keq përdor. Kështu që kjo është një pikë formave dhe janë ankesa që janë adresuar tek ne. Çështja tjetër është përgjegjësia e gjithë secilit. Qoftë si individ për privatësinë e vet, qoftë si prind për fëmin edhe privatësinë e fëmijës vet, sepse konsiderohet e njëjta fëmia deri në moshën 18 vjeçare prindi është përgjegjës. Edhe qoftë ne si institucione publike, qoftë institucionet private, fillu se cili sektor, fillu prej sektorit financiar, shëndetësor, të edukimit, domethënë të gjithë jemi të obliguar që t'i ndërmarrim masat e sigurisë para zgjetash dhe të kemi rregulativat e mbrëmshme se si i përpunojmë këto të dhëna dhe si plasojmë, i publikojmë nëse e kemi atë mandat të t'i publikojmë ato të dhëna. Ligji, po ashtu e parashë edhe anonimizimin e këtyre të dhënave për të mos e dëmtu individin. Nëse flasëm konkretisht për Agjencinë për Informim dhe Privatësi, çka janë ankesat më të mëdha të qytetarëve? E përmenda çështjen që tashmë kanë filluar qytetarët të ankohen shumë edhe për këto blerjet online që i kryjnë, edhe për këto bullizimet, linqimet që i bën edhe në rrjetet sociale që fatkeqësisht ne si Kosovë duke mos pas domenin tonë kemi shumë të vështirë përveç se i ofrojmë këshilla se si duhet veprojmë, nuk kemi mundësi vendimmarrje, por ajo që ka vrehet 2 vitet e fundit është që qytetarët e kanë kuptuar të drejtën e vet që njëhet si e drejta e subjektit për të kërkuar çështje në dhënat e veta. Domethënë çdo kush që ti merr dhënat ose ti ka marrë dhënat edhe para një kohe, çfarëdo kohe e ka të drejtën qytetarit t'i kthehet atij kontrolluesi, qoftë publik, qoftë privat, atij institucioni që të kërkojë se ku i ka dhënat, si po trajtohen ato, pse po ruhen nëse veç kalon një afat i caktuar. Domethënë kërkoj llogari mbi dhënat e veta. Dhe këto janë tash po them këto vitet e fundit, më të shpeshta për ndryshe prej marketingut të drejt për drejt, që janë dërgimi mesazheve, thirrje telefonike për reklamim produkteve, pastaj çështja kamerave ka qenë dhe mbetet ndërshqetësuese, sepse kemi vendosur dhe vazhdojmë të vendosim kamera që absolutisht pajtoj se janë për qëllimin e sigurisë, por që ligji kërkon kritere të posaçme se si duhet të vendosen ato dhe dhënat që mirën përmes kamerave si duhet të trajtohen. E kjo është ndoshta edhe mungesa e këtyre kompanive që i vendosin ndoshta këto kamera dhe vetë qytetarëve që i vendosin që ende nuk e kanë kuptuar se si duhet sillen në raport me këtë, në raport me qytetarin, dhënat e tij normalisht. Krenare, për te kësaj, mashtrimet janë të ndodhë. Na për shumë kanë në Kosovë prej këtu janë mashtru miliona euro qytetarë evropian. E patëm rastet e fundit ashtu që apo ndodhë në Shqipëri. Megjithatë, unë konsideroj që ndoshta do forma tjera, shantazhi, manipulimi me dhëna personale, presionet, këto që janë, si themi, jo shumë të dukshme, po që janë duke përdor, ndoshta e duke keq përdor këto mënyrën se në qysh na ekspozohemi para rrjeteve sociale dhe nuk kemi kontroll. Edhe ndoshta edhe ato të komunikimeve ndërpersonale, çu trajtohen këto. A janë fenomene shqetësuese, se nëse flet me
kompetent në për gjykata, në për këto, në Kosovë, pavarësisht që nuk diskutohet shumë, ka njerëz që i kanë qenë në vetvrasje. E vërtet, do të thonë, na jo vetë që kemi raste që na kanë ndodhur afër këtu ndan të fqinje, po ka shumë raste që kanë ndodhur edhe nëpër botë pikërisht për këtë përdorimin e shpeshtë edhe të pakontrolluar të këtyre rrjeteve sociale që na janë tash servuar nga gjigante mëdhajnë, bizneset e mëdhaja, mirë po ta keni parasysh se autorizimet e agjencisë shtrihen deri aty ku publikimet bëhen pa pëlqimin paraprak të subjektit të qytetarit. Do të thonë në momentin kur qytetari fillon të ekspozoj vetë fotografitë e veta, videot e veta dhe të njëjtat të përdoren pastaj të keq përdoren dhe të çojnë deri te linqimet, vetvrasjet, e këto pastaj kjo del jashtë domenit të përgjegjësisë së agjencisë. Gjithsesi, ne në Kosovë kemi edhe ligje tjera që këto raste trajtohen. Tani se sa është kjo ndërlidhja apo si me thënë ky ndërveprimi institucional, normalisht që ne sado që jemi institucion i vogël, për me mujt me arrit një rezultat të mirë në kuptimin që të paktën shoqënia ta kuptoj se sa është e rrezikshme kjo, ne kemi bërë bashkëpunime të shumta, qoftë me institucionet e zbatimit ligjit, fillu me Policinë e Kosovës, Prokurorinë, Inspektoratin Policor dhe sfundi kemi edhe marrëveshjen që kemi bërë dhe për rrjedhjen e dhënave ku kemi përfshirë edhe Asociacionin e Gazetarëve të Komunave, Asociacionin e Gazetarëve, po edhe Asociacionin e Komunave për çështjet e ndërgjerësimit me shumë institucione për qëllimin që secili nga prizmi vet, që në ana e përgjithësisë që e ka, kompetencave që i ka të ndërmarrë masat, në mënyrë që e para ta ndërgjegjësojmë qytetarin, e dyta ta parandalojmë një të keqe që ditë për ditë po zë vend më të madh edhe hapësirë më të madhe për shkak zhvillimit të hapshëm teknologjisë. Kënaqur, nëse flasim kështu konkretisht, miqësisht, shumë sinqert. Sa e kënaqur me punën? Okej, na kemi pa aktiviteti jot prekurior në krye të kësaj agjencie, nuk e nal kurrë, si më thonë, në vedisim edhe në ngritje të zonit edhe ushtu numri që është një tregues që u kthy besimi qytetarëve për me anku, për me adresu ankesat, po kanë ku me adresu. Po sa e kënaqur me mekanizmat të tjerë. Për shembull, sa pe marrin ndoshta me që ka seriozitet prej shkolla, institucione të tjera me kontribu më shumë që si më thon, nëse nuk mundna me evitu këtë, paktën me pas një shpresë që po shkon t'ju përmisu ose t'ju vedisu qytetarin në çdo raport. Në fakt nëse masim me nivela, e tham në nivel jo të kënaqshëm. E them këto me përgjithësinë e plotë sepse me këto kapacitete që kemi pas, qofshin njerëzore, qofshin financiare, me mbështetjen që kemi pas të jashtëzakonshme të donatorëve të shoqënisë civile që kemi pas partner, kemi arrit bëjmë shumë me gjithë këtë entuziazëm, dëshirë, vullnet, motiv për ta bërë më mirë. Ka institucionet me të cilat kemi pas shumë bashkëpunime të mira dhe vazhdojmë të kemi. Ka institucione me të cilat kemi tentu të kemi bashkëpunime dhe nuk kemi pas. Ka edhe prej sektorit privat, sektor me cilit kemi tentu të bashkëpunojmë, s'kemi pas bashkëpunim, po ka prej atyre që na kanë kërku vetë bashkëpunimin. Nëse e masim se sa ka lëviz prej asaj që kemi qenë në 2021, prej kur unë jam në krye të institucionit me sot, unë i shoh lëvizjet e disa që është bë. Po nëse e krahasoj me kohën që jemi të jetu, me digitalizimin që është u bë, me rëndësinë që e ka sot mbrojtja të dhënave dhe me rrezikun që e ka mos informimi, mos edukimi i vazhdueshëm për risit teknologjike, atëherë nuk mund të them që jeni në nivel të kënaqshëm. Dhe kjo na bën që këtë fushat na kemi orientuar dhe po bëj thirrje të vazhdueshme, të bëhemi bashkë për një kauzë që para zgjithash është njerëzore. Ta arrujmë njeriun, të drejtën tonë themelore që është e drejta e privatësisë, për qëllimin e mos humbjes së kësaj që e kemi, që e jetojmë me atë që e kemi përballë që është virtuale. Sakt, e që secili prej nesh jemi të ekspozuar që me qenë viktima potenciale në tonë. Po du me dalë të ky profesioni i jonë, që edhe kjo tash është bërë temë debati dhe diskutimi, e që në mediat,
Që më shumë për çdo gjë tjetër nështë po më dham që kjo pjesë për shkak se roli dhe fuqia jon është jashtëzakonisht e madhe. E nëse na kemi orë në një deregje ku sa jemi të diskutu se a kemi deviju na, a kanë deviju shtyllat të tjera, qoftë institucione, qoftë të shoqërisë. Kjo mandej bëhet problematike, se e humbim besimin të qytetarët. Çfarë gjendje në mediat sot? Sa po e respektojnë mbrojtjen e privatësisë të njerëzve, edhe sa po janë të kujdesshme në ato që është parimore, është etike. Është etika e gazetarisë. Tani, nëse në fillimet tona kemi punu shumë me sektor qoftë publik, qoftë privat, mediat ka qenë sektorit të cilin e kemi vëzhgun vazhdimsi, kemi pas ankesa, kemi trajtu ankesa, por kemi pas pak aktivitete në ndërgjithësim të gazetarëve për të. Konkretizimin e këtyre kemi bërë pikrisht në vitin 2025, jo pse ka qenë sektori më i parëndësishëm, për kundrazi, pse ka qenë më i rëndësishmi dhe kemi prit që në një farë mënyra, duke qenë vetë rregullues, e keni edhe privatësinë bazë të etikës së punës. Fakt e kemi. Edhe absolutisht që është, po në kuptimin e respektimit. Jo për fajin e mediave XY, absolutisht, po për shkak të kësaj mundësisë që e ka dhënë teknologjia sot, për shkak asaj që edhe ju përballeni çdo ditë me ata të ashtu quajturit, unë i them lirisht, media, që janë nështë veç dikush që e merr një mikrofon edhe del në rrugë dhe merr prononcime për qytetarëve dhe poston në rrjetet sociale. Domethënë, çdo ditë, për çdo minutë, nëse e qelim edhe vazhdimsi vëzhgojmë, monitorojmë, shohim shkelje të privatësisë. Tu e pa një situatë të krijuar edhe që është duke bërë çdo ditë më keq. Ne kemi arritur ta nënshkruajmë një marrëveshje që përmenda në fillim të emisionit, po që fokusi jonë si agjenci ka qenë puna me gazetarët dhe informimi gazetarëve për të drejtën e privatësisë, në mënyrë që ata ta mbrojnë privatësinë e qytetarit në një anë, por në anën tjetër ta mbrojnë edhe vetën. Edhe mund të them që kemi arritur një bashkëpunim të jashtëzakonshëm me Asociacionin e Gazetarëve, pa përjashtu këto edhe Këshillin e Mediave të Shkruara, por gjoba e parë është dhënë vitin e kaluar edhe një mediumi që në vazhdimsi publikon dhëna personale qytetare të rëndom, sepse privatësia nuk është një drejtë absolute në kuptimin e vendosjes mbi të. Është relative varësisht nga interesi publikut. Prandaj edhe kjo ndarja e interesit të publikut me interesimin e publikut ka qenë një prej atyre që fatkeqësisht na nuk e kemi pas e kanë bërë shumë media. Dy elemente po kam dëshirë me trajtu kur jemi te mediat. E para, kjo pjesa që tashmë ka humbur kuptimi, po gazetarët profesionist, mediat që janë pak më tradicionale, që kanë një hierarki, e din, po kanë herë sikur po përzihen qytetari me ato që është përgjegjës dhe ka obligime ndaj mediave qytetare. Kanë herë trajtojnë edhe qytetarin që ashtu që trajtojnë një ministër ose një deputet, ose aq më keq. Tashmë unë po mendoj që na nuk pi trajtojnë ose nuk pi nxjerrën përpara përgjegjësisë ata që e kanë detyrim ligjor dhe obligim. Mënyra sjelljes gazetarëve në raport, se çysh duhet me u sill me një zyrtar publik, me ato që paguhet për taksat tona, edhe çysh duhet me qytetarin. ABC-ja e gazetarisë që mësojnë ana, ku ti qytetari nuk ka detyrim ndaj teje, më të dhon përgjigje, ose më të përgjigj ose me kanë në shërbim tonin, mirë po e ka këtë përgjegjësi edhe ka detyrim ligjor një zyrtar shteti ose zyrtar publik, secili që mundet me marrë një pagë prej sektorit publik. Në qëtë segment, a ka shumë njerëz që vinë dhe bojnë ankesa? Ndoshta edhe me vetë dëshirën e tyne, kanë herë binë edhe prej këtyne provokimeve të gazetarëve, sidomos kjo trendi çmendurisë nëpër edhe dëshirës të madhe për me dalë para media. A duke dinë çka është pesha e tyne, edhe tani vinë bojnë ankesë, a çysh duhet me u trajtu që kjo pjesë?
problem. Tash jo rastisht që këto 2 vitet e fundit ka pas më shumë ankesa për ndaj mediave. Kemi pas edhe zyrtar publik që kanë bërë ankesa, ka raste kur pjesërisht ju kemi aprovu ankesën, sepse Zyrtar publik pse? edhe zyrtari publik mund të ketë një privatësi të vet, por gjithëherë në kuadër të asaj vendimet janë publike, në kuadër të asajna që me të vërtet përfshin privatësinë e tij, po ose të saj, por në asnjë mënyrë për përgjithësitë llogaridhënien që duhet ta jap para qytetarit një zyrtar publik. Okay. Edhe kemi pas raste edhe të figurave tjera publike që nuk janë zyrtar publik, por që janë figura publike, Po që kanë influencë, edhe që ata kanë detyrim influencë, ndaj. edhe raste të tilla, kemi raste kur i kemi aprovu, kemi raste kur i kemi refuzu, mirë, po kur kemi raste të qytetarëve të rëndomt, të cilët janë anku ndaj mediave për emrin, mbi emrin, numrin e letër njoftimit, kemi raste kur Mediat ja kanë publikuar akuja? Po, absolutisht po. Atëherë, normalisht që jemi marrë edhe me këto raste. Kemi raste ku kemi gjobit person fizik që ushtron veprimtari publike, sepse ka publiku edhe dona përveç emrave mbi emrave, llogari bankare, numra personal. Do të thonë është një set, është një jurisdiksion i tërë që tashmë është publik në webfaqet e agjencisë që kemi trajtuar këto raste. Ajo çka besoj që duhet të jetë e qartë për gjithë secilin është që e drejta privatësisë, emri mbi emri një personi që nuk ushtron funksion publik, nuk duhet të jetë publik nga mediat, nuk duhet të bëhet publik nga mediat. Vetëm në ato raste kur ekspozohet ndaj një vepre ose ndaj jo. Absolutisht, ose në rastet e krimeve dhe ku ka interes publiku, gjithsesi. Por asnjë rast, një rast i ngjashëm që mund të përfshihet një person publik dhe një qytetar i thjesht, një rast i ngjashëm në aspektin e ligjit mbrojtjes dhënave në këndvështrim, domethënë ka 2 vendime edhe trajtohet krejt ndryshe. Domethënë kjo është që po duhet me çu mesazh tek qytetari. Por se vazhdojnë mediat sot ta bëjnë këtë shkelje, a ka një ndërgjegjësim? Absolutisht se ka një dëshirë para zgjedhash të mediave serioze që të bashkëpunojnë në trajtimin e rasteve për mbrojtjen e dhënave personale e para, po ka edhe një ngritje të vetdijes për sa i përket mos publikimit të dhënave. A vazhdon publikimi? Kemi raste kur edhe gjatë vikendeve jemi telefonu, sepse kemi numrat publik, kur vajzë e re, 17 vjeçe, thret në telefon e shqetësuar dhe thotë nuk ka publiku emri, edhe është linçu faktikisht prej shoqënisë, për shkak se dikush ka dashur ta bëjë një lajm të lexueshëm për të tjerët. Krenore më kujtove se kanë herë tash media nuk e ka që të përgjegjësinë e mi qujtë shargonin tem jo t'juin, që tyne budalve të rrjetet sociale që e kanë marrë guximin edhe shfaqen kada që dikush shkruan, komenton, jep një analizë farë profili që tjetë. Na kena pas rast konkret, ku ti e merr si model të mirë, pra ke pas 3 vajza prej Gjermanie, shumë mirë të përgatitne, të shkollune, ku tregojnë se qysh është qysh i ofron mundësit një shtet evropian, ku njëna prej tyne punon diçka rregullon vetura. U ka çmenduri për familjen e tina, domethënë me krenarin më të madhe babait tyne që i ka rritë dhe i ka eduku, e që sot është krenar për punën që e bojnë vajzat e tyne, është një armate këtyne budallëve që quhen si më thash çfrin këtë mlefin e tyne ndaj këtyne njerëzve. Çfarë duhet me bën media në gjithë rast? Se ne nuk kemi faje ndaj qësoj çmendurie kolektive, apo dhe nashta ish dash me u marr dikush tjetër me ata, nashta një pjesë e madhe e tyne kanë nevojë për ndaj trajtim. Mirë, po këto e kanë efektin shumë madh. E kanë edhe pasojat e kanë shumë mëdha. Si më thashë janë shumë trona në fakt. Tani shkëlqen për më bërë real, domethënë për sa i përket ligjit mbrojtjes dhënave, në momentin kur plasohet një lajm për një diçka që në parim është shumë e mirë, po në anën tjetër për shkak pikërisht këtij niveli të mendësisë shoqërore shndrohet në një fenomen aq të keq dhe çon deri aty ku një familje tonë linçohet, bullizohet, edhe shkatrohet në një farë mënyre, atëherë puna e mediave është edukimi. Media
e lun rolin kryesor dhe është mjeti më i fort në çdo sistem shtetnor për me eduku qytetarët edhe me ndru mendësi qytetare. Po më duket që të me betejat politike, betejat që kanë kështu profesionale edhe mund të fitojmë, po që të betej me gjase kemi të humbur. Unë inkurajoj qytetarët me gjithat, sado që këtu tani mund të drejtohen vetëm si krenare, jo si komisionere, sepse mund dalë pak prej domenit agjencisë, por çdo kush që fshan fyn ofendon. Edhe përmes rrjeteve sociale ekziston i bazë që mund të i drejtohen gjykatës. Dhe unë sado edhe çkado që të flitet për institucionet e vendit, jo me prirur t'i besoj edhe këtij sistemit, sepse është i vetmi që kemi mundësi të drejtohemi dhe duhet të drejtohemi kur kemi raste të tilla. Përndryshe agjencia nuk e ka domenin e saj që t'i monitoroj rrjetet sociale dhe komentet që mund të paraqesin qytetarët. Por ajo janë faktorë të ndryshëm shkelzan, do me thonë shoqënia edukohet me përballjen ditore që e ka, me jetën e përditshme që e ka dhe problematikat, sfidat që i ka një jetë. Prandaj kur krijohet kjo që po e quhen çmenduri, atëherë thjesht janë bërë shumë faktorë që ka ardhur deri tek kjo. Prandaj duhet të punohet në zbulimin e këtyre faktorëve fillimisht dhe në edukimin e gjeneratave për me ndru këtë mendësi dhe këtë qasje ndaj çdo gjëje që mund të na ndodhë. Edhe një diçka që unë gjithherë du me ja thonë vetës mas pari është pikrisht kjo interneti, pikrisht kjo zhvillimi hapshëm i teknologjisë na ka bo hala ma tegër, po jo veç neve. Dhe kjo në më mban pak si qytetari këtij vendi me një shpresë që një lloj çmendurie shoqënore në nivel global e kemi, por aparatura shtetit në kuptimin funksionimi i shtetit dhe përmbushja e përgjegjësive nga secili sektor, përfshiktu edhe mediat, është shumë i rëndësishëm dhe mund ta ndrojë këtë, para se gjithashtu na mbroj prej këtyre të këqijave. Është shumë e vërtetë që është globale. Mirë po si dukuri, të ne është ka shkuar në përmasat ose në nivelet institucionale. Si më thonë, në përvene tjera, po okej, po nuk është në që ka që numër të madh në proporcion me numrin e banorëve. Edhe fatkeqësia të na është që ka kalu që kjo çmenduria kolektive edhe në nivelet akademike. Për mos me thonë që nështë ata janë struk dikon edhe po rrinë, po thojnë okej, na jem jashtë funksioneve tona publike ose përgjegjësisë që duhet me pas me dhënë një farë kontributi, për shkak se kjo po është mos e madhe. Kjo po është interes politik e kjo po vjen si pasojë që sa në që e thatë edhe ju. Një farë depresioni kolektiv, probleme sociale, probleme të tjera, ndoshta ndryshime të shoqënisë. Po du më nalë të pjesa tjetër, është edhe një mediat, në fakt, i kanë jo të agjencioni juaj, po të institucionet e Republikës Kosovës kanë ankesat maja për shkak se si asnjëherë më parë, sot institucionet e shtetit janë të mbyllura sa i përket përgjegjësisë që kanë në raport me media. Jo vetëm qasje në dokumentet publike, po edhe në përgjigjet e tyre që duhet me i kthy çdo ditë. Ne si agjenci, domethënë që nga viti 2021, ku kemi pas numrin e ankesave 147. 147 2021. Po, dhe për gjysmë viti ta keni parasysh ka qenë qershori deri në dhjetor. Kryesisht ankuesit kanë qenë gazetarët edhe shoqënia civile. Për vite ky numër është rrit, është dyfishuar dhe këtë vit e kemi mbyll me rreth 1000 ankesa. 1000 ankesa. Mohim të qasjes në dokumente publike. Po çka është shumë e rëndësishme për më thonë, numri i ankesave që kanë bërë qytetarët është rreth 60%. Krahasu 60%. Krahasu me numrin që kanë bërë gazetarët rritje e dijes qytetarëve që bëjnë me pas informacion. Kjo tash në, si me thonë, në matjet tona na del se ka një vedije qytetare, se ekziston një institucion që mund ta kërkojë secili drejtën e vet për të qasë në informacion publik, që e ka të drejtë kushtetuese po ashtu. Është punu me partner, është punu shumë në ngritjen e vedijes qytetare për t'i kërkuar llogari secili zyrtar publik për punën e vet.
edhe konsideroj që këtu jemi në rrugë të mbarë Shumë mirë, po mirë, se pas na ditë si aspekt informacion. të ndërgjegjësimit edhe të edukimit qytetar për me kërku drejtën e vet. Por çka luftojmë ose punojmë dhe do të vazhdojmë të punojmë edhe për drejtën tjetër që është e drejta privatësisë, që është më pak. Kërkesat e media krenare. Kërkesat e mediave Për kryesisht cilat janë institucione janë edhe çka është ky lloj hezitimi se fundja këta menaxhojnë me parat publike, me financat tona. Në këtë vështrimin tem, çdo mbyllje ndaj një informacioni për institucioneve ka bazë të mjaftueshme për me dyshu për korrupsion ose keq përdor. Sakt, ndoshta ne në trajnimet që Se i nuk kemi ka në bërë arsye edhe tjetër, edukimet po. e vazhdueshme që i bëjmë, domethënë si fushatat apo me zyrtarët publik, ato që ju bëjmë thirrje vazhdimisht është publikoni punën e juaj, sepse në një farë mënyrë është reklam për juve, përveç që është llogaridhënie që e keni obligim ligjor, edhe transparencë. Unë mendoj që çdo mbyllje institucionit, veç i dëmton institucionet, sepse çdo publikim i punës që e bën secili zyrtar, Kontrat, tender, çka do qofte, pse ajo do është vetëm domethënë një lloj thjesht e shtron para publikut punën e vet. Dhe publiku mund ta gjykoj pastaj edhe nëse do të ketë dikush tendenca për ta dëmtuar, qoftë zyrtarin publik, qoftë institucionin, flet puna, pasqyra është e hapur, është në vetfaqe. Nuk është se kemi arrit ta bëjmë një monitorim të mirëfillt në kuptimin e digitalizimit të këtij publikimit proaktiv, gjë që po ashtu është obligim i institucioneve publike, po numri ankesave na tregon që nuk mund të them tani, ta sqaroj edhe çto. Nuk është se numri ankesave tek ne tregon se një institucion është më pak ose më shumë transparent. Sepse shumë qytetar, shumë gazetar zgjedhin mos me u anku në agjenci. Po. Gazetarët sidomos zgjedhin burimet e veta për me marrë informata. Në agjenci ose kur kërkojnë atë qasje, kjo është, si me thonë, veç në një rast kogja ekstrem, si me thonë, ose kur ki informacione që është diçka shumë më e madhe. Po sakt, po. Tash ankesat janë prej më të ndryshmeve, domethënë kërkohet, nuk është më pyetje vetëm një tender, domethënë sot kërkohen kontratat edhe vendimet e ndërmjetësuesve të angazhuar në një institucion për shembull. Kërkohet për gjithçka. Sa përqendër që tyne s'ka më vetëm këto të thjeshta të rekrutimit, kërkohen proces verbale të mbledhjeve. Ta quajmë kështu në si rezultati i këtij presioni ose si rezultati se ju duhet jeni shtylla e fundit. Si më thonë, nëse shtjerën këtë mundësi ty kërkuti për institucionit qasje në një dokument, në një informacion, nëse nuk t'jepet qaj qasje, atëherë gazetar duhet me u drejtu të agjencia. Sa prej që ty ne keni mërri ja u siguru qëto informata ose presioni juj që hap ato dosje edhe bon publik. Nëse marrim në të përgjithshme, domethënë e di sakt me statistikat këtë fundit jemi të e bërë raportin edhe do ta nxjerrim, por në 80% të rasteve qytetari merr qasjen përmes agjencisë për informim me privatësi. 80%. Dikun domethënë janë 17% deri në 18% që refuzohet edhe prej anës tonë kërkesat për qasje dhe 2% janë zakonisht gjoba që shqiptojnë. Po gjoba ka luajt po ashtu rolin e vet si mekanizëm, atë që dua ta cekme patjetër këtu është se kjo vetë ky besimi i qytetarëve tek agjencia që në 80% të rasteve ne veç kemi arrit t'ja realizojmë në këtë numrin 1000 po flas, qytetarëve të drejtën e vet, është një shenjë mirë në besimin tonë, por në anën tjetër, ajo që na përballemi me sfida përveç numrit të kufizuar, unë kisha dashur me shfrytzu këtë rastin shkëlqen që edhe kërkesat shpeshherë janë për te operimi thjesht që e parashë ligji për çështën dokumente publike. Tash, po flas për raste të cilat ne përballemi që na marrin kohë më të gjatë të trajtimit, e që është një kërkesë ku kërkohen për shembull lëndë gjyqësore prej vitit 2009 atje ose 2011 e deri ose për 4 vjet, 5 vjet, ku është një set i tërë i dokumenteve që ne në asnjë mënyrë nuk e refuzojmë,
por që kërkojmë bashkëpunimin e palës me institucionin që ato t'i jipën sipas sepse i linde drejta institucionit që t'ja ofroj në mënyrën që institucionit i konvenon, sepse askush, asnjë zyrtar nuk mund ta lë punën e vet të përditshme, punoj për dikon 3-4 muaj. Ose kjo tani kujt i konvenon është na t'ju themi drejtën kështu edhe pa hezitim heq, na shpesh e dim disa pyetje kur vijnë për disa institucione ose kur vijnë disa kërkesa për çfarë se na saktë dim edhe ku e kanë targetin. Domethënë sepse dihet që shfrytëzohet, ligji është shumë i hapur, ligji është ligj evropian, mendësia jonë është mendësia jonë, ne jemi si agjenci dhe do të vazhdojmë t'i mbajmë këto standarde absolutisht, mirë po ne e dim që bën edhe me tendencë dhe kërkesa caktume. Mirë po absolutisht kjo nuk diskutohet në kuptimin e trajtimit lëndës, ata kemi parasysh sepse ne kemi për obligim me trajtu lëndën ashtu siç na e nëse dini që mundet të kanë për një qëllim jo fort të mirë ose qëllim. Absolutisht jo, a ka qëllim të mirë sepse ligji nuk thot qytetari ka të drejtë të kërkojë dhe nuk ka nevojë të tregoj qëllimin. Absolutisht, kështu që edhe kjo pse është ligji i hapur, pastaj kjo lën mundësinë edhe për këto që edhe shpesh na vijnë neve si ankesa, po gjithsesi këto standarde tashmë janë të publikuara, dihen, kemi raste edhe në gjykatë që na kanë thënë presim edhe vendimet gjykatës, ndoshta jo gjithherë ne në nivelin administrativ kemi vendos drejt, mbetet gjykata të vendos. Sa i përket media, ku realisht përfundon interesimi i publikut e ku shkilet privatësia? Tash, është një pyetje shumë e vështirë me u përgjigj në kuptimin e pozicionit që jemi. Ne kemi drejtën e privatësisë, edhe drejtën e qasës informimit, edhe është çfarë vija holl që i ndan. Duhet trajtimi detajuar i kësaj. Dhe rasti mund të duket krejt i ngjashëm, po një element aty mund të ndryshoj kohën. Prandaj, interesi i publikut, ashtu siç e parashë vendimi i Gjykatës Evropiane të Drejtave të Njerëzit, na atë e marrim përballë. Domethënë dhe e lëm tek përgjegjësit institucioni që ta vlerësoj, sepse sido që të jetë në fund të ditës nëse ai institucioni jep informata të gabueshme, jep informata të rrajshme ose edhe fsheh informata, ligji ka parapor që është vepër penale dhe ndiqet me kodin penal atje. Kështu që nuk është se mund të themi se këtu nis interesi publik dhe këtu përfundon, domethënë varësisht prej rastit, varësisht prej rrethanave dhe një element i vogël e ndryshon ata. Normalisht që na i kemi pavarësisht ligji është i qartë për neve, e kemi kriteret, standardet dhe aty vendoset. Edhe jo rastisht e ceka që ndoshta jo gjithherë e kemi nxjerr vendimin më të mirë të duhur, por është standard, nuk ndryshon derisa gjykata ta ndryshojë atë. Ajo që është temë po diskutohet shpesh kanë erën do situata ku mediat raportojnë e nuk janë si themi janë pak edhe trona edhe cikletshme edhe për publikun. Po kanë erë, po kam përshtypjen që në qëtë aspekt edhe mediat që janë profesionale kanë erë binë për provimit. Rastet e vrasje, rastet e rana, ku të e kry punën e tonë na shkojmë deri aty ku është të dera ku ka ndodhë krimi. Ligje, e kena diskutu shpesh, mbrohet viktima, unë jam prej aty në gazetare që duhet të ekspozohen krysit e veprave dhe kriminelt. Një pjesë e njerëzve thirrën ato që prezumimi pafajësisë, që në këtë rast bota na ka tregu që ekspozimi i qëllimshëm që u bën në vende shumë demokratike ka dhënë rezultate pozitive për shkak se njerëz na i raportojmë jo për, si themi, për me godit a priori viktimen, por për me tregu një model të keq kësaj shoqënie dhe qysh mundet me u ballafaqu përveç ndëshkimit ligjor edhe burgut, atëherë është edhe që kjo, si themi, kjo pjesa e përgjegjësisë publike ose kësaj turpi publik që ndodh. E që kjo është aty ku e thash edhe më herët me undëlidh, domethënë nuk këtu kemi të bëjmë me individin që ka kryer veprën penale. Kemi të bëjmë me viktimën që ligji nuk trajton personat e vdekur, po për të kësaj janë këto dhëna të tërthërta dhe është kjo pjesa tjetër e familjes. Apo.
që mund të linçohet, fakt pasojat i vujnë dhe më të shumë atas. shkatrohet Sakt. shumë ma shumë se ai që s'është më, edhe ky tjetri që ka kryer krimin. Që jo domosdoshmë një fëmijë, një babë kriminal ose një nanë kriminale. Sa e vërtet. Është ose duhet t'i shërbej media të shkatroj jetën e tij, ose të saj. Dhe këto pastaj duhet të mirën, sepse e kemi diskutuar disa herë se privatësia shihet edhe në aspektin, normalisht e para është ky aspekti ligjor, po kur ju si gazetari e bëni punën e juaj, e keni edhe këtë ndjesinë e prekjes, linçimit, bullizimit dikujt dhe rrujtjes sidomos të fëmijëve ose të nanave, baballarëve të cilët janë të pafajshëm në një proces me një vepër penale që kryhet. A duhet të publikohet emri? Tani, Do të tash lufta e, si më thon, ke gara për me kush pe zbulan i pari, kush ke krysi i krimit edhe veprës, kjo është prej këtë media. A duhet të publikohet emri? A duhet të nxirret varësisht fotografi? prej rastit. Viktima se se, e kena Viktimës thonë në të asnjë herët. mënyrë, po, keq vrasësit, Sakt. kryerësit të veprës, varësisht prej rastit. Mund të ketë raste kur nxjerrja e emrit mund shkaktoj pasojë më të mëdha. Mund të ketë raste kur nxjerrja e figurës, fytyrës, paraqitja fizike, mund shkaktoj dëmtim të pariparueshëm, sepse ta kemi parasysh edhe vetë kodi penal edhe vetë sanksionet penale kanë qëllimin e edukimit, rehabilitimit të kryerësit të veprës e jo shkatrimit. Kështu që gjithherë duhet të ketë një balans, nuk është i lehtë. Absolutisht nuk është i lehtë. Unë nuk mund të them se nuk duhet me patjetër, as se duhet me patjetër, në parim jemi t'i mbrojmë ato derisa institucionet e drejtësisë t'i publikojnë ato, por ka raste që pikrisht ato që e thatë ju, për shkak të interesit të madh të publikut edhe duhet të publikohet. Tani, kjo edhe më mbetet vetë juve si gazetarë. Për gazetari, kjo është e qartë. Madje përdorur që nëse ti nuk e ke rujt veten edhe familjen tënde, atëherë mos prit më të rujt mediat nëse ti kryen një vepër tillë. Nuk mundesh me godit ose me thyj pasqyrën kur ti je ekspozuar para saj. Në këto raste, po është rregull edhe shumë i gjithanej në botë, po duhet jemi të shumë kujdesshëm ndaj viktima, duhet jemi shumë të kujdesshëm ndaj persona ose familjarëve të një kryesit të veprës, se ti merresh me atë individ, jo me përfshijell familje tjera, ose me identifiku persona tjerë, ose me shku me i gjiru me kamerë në afër shtëpisë, që aty përveç që mund të shihen familjarët, identifikohet adresa, identifikohet edhe niveli, si më thon, mirëqenia sociale e familjes, që po ashtu është një dhënë tërthorte e personave të tjerë, familjarëve të tjerë aty, që mund të ndiqet sipas ligjit mbrojtjes dhënave personale. Domethënë, janë disa faktorë, prandaj është kjo vija holl e që jo lehtë dhe jo gjithherë dhe jo në të gjitha rastet zbatohet njësoj. Prandaj është edhe jo e lehtë edhe për juve për ta kryer. Po gjithsesi tek ne, kur vinë si raste, ne i trajtojmë shumë hollësishëm, masa ne i shohim shumë standarde tjera. Por nuk të shkohet në media nëse identifikon emrin mbi emrin. Deri më tani nuk kemi pas raste. Ajo çka neve na shqetëson është publikimi i personave të cilat bëjnë denoncime aktualisht në Policinë e Kosovës, edhe me një ardhje deri emri mbi emri. Kjo është e rrezikshme për shoqërinë dhe kjo praktik duhet ndalohet. Prandaj edhe po tentojmë të parandalojmë diçka të tillë. E kuptojmë rrjetjen e dhënave personale që mund të den nga policia, që ka obligim të i përmbahet rregullativës që vetë ka shkruar, dhe ata në përgjithësitë e tyre e bëjnë atë, mirë po përsëri gazetarët për shkak të burimit i kanë njerëzit e vetë që i marrin këto, por publikimi nga ana e medias pastaj është shkelje. Dhe kjo duhet të ndalohet. Publikimi i emrave që bëjnë denoncime. Denoncime. Denoncime të tash. Denoncime në e që na ka ndodhur që po vandon me interes publik. E tani, sa është interesi publikut? Pse ka nevojë media me nëse dikush ka denoncuar një rast në polici, pse duhet të jetë një media ta përmenda rastin e 17 vjeçares që për mua është alarm. Që është? Kur një
17 vjeçare na thret neve si agjensi ditë vikendi dhe kërkon ndihmë thot. Se unë e lajmërova rastin polici, po mu m'du lajmëri me njerë në gazetë. Edhe tani këtu mbahet normalisht për gjatë institucioni që është kontrollu si vetë policia, por edhe media që e ka publiku këtë emër. Eron, edhe këtu ka temë për të diskutu se ka disa media që kanë qasje super ekskluzive në për institucionet e sigurisë. Dalim të fëmijët edhe personat me aftësi të veçanta. Dy kategori që e kom pa edhe vitin e kalun, keni pas një qasje një mundu me, se më thonë, me shku, me vizitu, me pas kontakte, edhe një farë përpjekje gjithë neve është që në fakt të bëjmë diçka sot, që të pak të nështu generata që ta fëmijë të keni ambient pak ma të mirë. Po, asnjëherë besoj ma shumë se sot fëmijët si kemi të rrezikum. Po flasim të rrezikum jo në aspektin fizik, sa në aspektin virtual, kur ata tu përfshi fëmijët e mi, në vazhdimësi, do më thënë, gjithçka që ka bëjnë, e kanë laptopin, iPadin dorë, apo edhe telefonin shpesh. Lojrat të cilat janë servohen sot, ka në shumicë prej tyre që janë të kontrolluara, kanë masa të sigurisë, ka institucione të vendeve shumë të zhvilluara që i mbikëqyrin, mirë po ka shumë prej atyne që servohen nga ofrues të ndryshëm të shërbimeve të cilët janë shumë diskret, janë keqbërës, e që mund t'i shkaktojnë shumë probleme në të ardhmen, po edhe në moshën që janë fëmijëve tonë. Sot ka lojra që luajnë fëmijët tonë që marrin përveç dhanave, edhe përveç komunikimeve që i bëjnë, që sigurisht janë kjo kategoria keqbërësve, pedofilëve që dhe me thënë thjesht përdorin metoda atraktive që t'i nxisin të flasin ku jetojnë si çka bëjnë ata dhe në mënyrë që të mund t'i takojnë disi, por është pjesa tjetër shumë e rrezikshme po ashtu që përveç këtyre dhënave të thjeshta marrin edhe mimikat kur fëmia lun edhe si reagon. Deri te retina syrit. Këta e kam përmend ka 3 vite tash që vazhdimsi bëj thirrje tek prindërit që duhet të kenë kujdes tek fëmijët dhe t'i kontrollojnë ata. Nuk jam për t'i ndalu, sepse sot fëmijët tonë po rriten siç po rriten fëmijët e gjithë botës, por do me dalë të pjesa e inteligjencës artificiale, e cila tashmë bota po diskuton se deri ku mundet me shku drejta e klonimit thuajse identik ose 100% të njerëzve ku merret edhe zonë edhe fytyra edhe lëvizje të sjelljes. Po, para 3 vjetë kam thonë që po su kujdesëm sot për fëmijët tonë, në të ardhmen ata do t'jenë robotët e së ardhmes. Fëmijët tonë. Prandaj, sepse kjo është zhvillimi, kjo është epoka që ne po jetojmë, dhe ne nuk duhet t'i frigohemi kësaj. Ne duhet të edukohemi çdo ditë, secili prej nesh, edhe në cilësinë, edhe si individ, po edhe në cilësinë e prindit, edhe të kujdestarit, edhe të mësuesit, edhe zyrtarit që jemi, gazetarit, cili do, që dim se si të gjindemi dhe si të jetojmë në epokën e re digjitale që po na vjen. Krenarët e që kjo pjesa tjetër, unë adresoj shumë kritikat mëdha ndaj shtetit, ndaj kësaj qeverie, që nuk është i bën kurrë, edhe pse shohim që shtetet e Evropës janë të lëvizën në vazhdimsi. Prej këtyre qasjes në pornografi, që në Kosovë nuk është e kufizuar të asnjë prej operatorëve që ofrojnë këto shërbime. Në botën unë shkoj shpesh në Gjermani edhe me desht me u qas në ato familje ku ka fëmijë, ku ka persona në moshën 18 vjeçare të sunësh me u qas, që atë siguri ta ofrojnë shteti, ta ofrojnë platforma e cila e merr këto. E deri te këto keqpërdorime, duket sikur jo veç Kosova apo Ballkani është një farë oazë kështu eksperimentale që ka njëherë kam përshtypjen që rrjetet sociale nuk guxojnë me servu gjithçka, për shkak se ti e din, në boshëm ndëshkime kam marrë Facebook edhe Instagram edhe këtë meta. Tash paramendoj tash në përvendet e zhvilluara është ju diskutu që më ju hiq qasja persona deri në 18 vjet. Mos me pas varësisht platformave dhe varësisht shërbimeve që merr, se ta kish parasysh këto platforma janë shërbime që na ofrohen, qofshin ato atraktive, qofshin ato për të kryer diçka. Edhe mënyra pa kontrolluar e reklama që shfaqet nëpër
Unë e profilin shoh Kosovë. problem krucial nga aspekti i mbrojtjes donave, shoh mungesën e domenit tonë shtetnor. Një për tyre. Do me thënë, Okej. e shoh krucial, themelor, sepse një domen, kur e ka shteti, ka regulativ që e mbikëqyr. E vërtet? Dhe e ki shumë atlet kontrolin dhe mbikëqyrjen mi ta. Tash pa dosh me te i kalu autorizimet e mia, por brenda kësaj që ne krym punë, po ta kishim një domen, ne do ta kishim një përfaqësues zyrtar të Facebookut, një përfaqësues Sakt. zyrtar të TikTokut, një përfaqësues zyrtar të Instagramit, gjitha këtyre rrjeteve, platformave që ne i përdorim dhe do të kishim mundësi t'i kontrollonim po edhe t'i gjopesnim. Derisa nuk i rregulla kemi, në atë absolutisht, territor. edhe të kërkojmë parandalimet, rregullat e këto. Derisa ato nuk e kemi është shumë e vështirë dhe masani nuk jam kompetent të flas për pjesën që kanë institucione tjera. Për fund, qytetarët nuk e din një pjesë e madhe e tyne, po dhënat personale tyne për dikan janë fuqi e madhe politike, për dikan janë fuqi e madhe financiare, e në pjesën dërmuese tyne përfshi edhe rrjetet sociale që i përdorin, janë kryesisht fuqi ekonomike. Po qytetari duhet ta di që dhënat tona personale janë para për tjetrin. Prandaj edhe duhet i ruajnë sepse me këto të dhëna preket jeta jonë reale. E në anën tjetër dikush fiton ose bën biznes me këto të dhëna. Kënaqur edhe herë, faleminderit shumë. Faleminderit juve. Suksese. Kritika adresohen edhe ndaj Me një opozitës. qeveri arrogante, me një qeveri e cila Për ka shembull, dikush që vjen në spital thotë i poshtë Ministrin e premjes Financave nuk e don as partia e vet. Nonën e qëndin Komorana jo punë e modha, më Me kanë Abdullah Hoxhin në një parti të udhëhequr nga 2000